Agjerimi sipas Kuranit të shenjtë. Kurani e paraqet agjerimin jo vetëm si një obligim nga Allahu, por edhe si rrugë edukimi shpirtëror. Në ajetin 183 të surës Bekare, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim, Ja ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që besuat, agjerimi ju është bërë obligim, ashtu si që ishte obligim për ata përpara jush, që të bëheni të devotshëm. Në këtë ajet, Allahu i madhruar u drejtohet besimtarve dhe i njofton se agjerimi është një obligim, një urdhër hyjnor, jo vetëm për ta, por edhe për popujt e mëparshëm. Pra, agjerimi është një praktik e lashtë shpirtërore, që ka ekzistuar edhe te kombet e mëparshme, si mënyrë pastrimi dhe afrimi te Allahu i madhëruar e i lartësuar. Ky ajet i begat na mëson se agjerimi është një detyrë nga ana e Allahut fuqiplot, dhe kjo detyrë nuk është e re, por është pjesë e një tradite të gjatë shpirtërore. Allahu nuk kërkon nga ne gjëra të pamundura, pasi edhe të tjerët para nesh i kanë përmbushur këto obligime. Besimi kërkon veprim konkret, siç është agjerimi, dhe forcon lidhjen me Zotin. Qëllimi i agjerimit nuk është vetëm ndalimi nga ushqimi e nga pirja, por qëllimi i agjerimit është arritja e devotshmërisë, e cila është një ndjenjë e thellë e vetdijes për Zotin dhe që na mbron nga mëkatet. Agjerimi në Kur'an është një ibadet edukues, një mjet për pastrim të shpirtit, një shkollë vetkontrolli dhe devotshmërie, si dhe një shenjë e mëshirës dhe afërsisë së Allahut me njeriu.